Lideri i BDI-së Ali Ahmeti në paraqitjen e tij të parë pas zgjedhjeve lokale nuk ka pranuar humbjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Kasami thotë se Ahmeti nuk po mund ta pranojë humbjen. VMRO-DPMN thotë se raporti mes tyre dhe LSDM-s pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale është 10-1. LSDM thotë se është në rrugë për të fituar më shumë komuna sesa VMRO-DPMN në vitin 2017. Epidemiologët alarmojnë se nëse gjendja me mbeturinat nuk stabilizohet së shpejti, qyteti rrezikohet për të përfshihet nga sëmundje të ndryshme infektuese. Eurodeputati austriak Reinhold Lopatka është shprehur optimist për rrugën eurointegruese të vendit, ai porositi se vendi duhet t'i kryejë detyrat e shtëpisë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në paraqitjen e tij të parë pas zgjedhjeve lokale nuk ka pranuar se koalicioni opozitar që ai drejton, përkatësisht Aleanca Kombëtare për Integrim, i ka humbur zgjedhjet. Madje ai ka cilësuar absurde kërkesat për tërheqjen e tij nga politika dhe ka thënë se këtë duhet ta bëjnë të tjerët që sipas tij kanë humbur zgjedhjet. Kujtojmë se sipas rezultateve koalicioni Vlen rrethin e parë ka fituar 5 komuna ndërsa koalicioni AKI 3. Përse të tërhiqe më të dha, a i më dëgjoni ju, a kini vesh as kini. Kush ka fituar? Humësi duhet tërhiqet, jo fitusi. A i duni dokumentat. Shkoni në KQZ, verifikoni. Dhe nëse verifikuat për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajde një flasim. Kështu ka shpërthyer lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në daljen e tij të parë pas zgjedhjeve të 19 tetorit. Me fjalë të forta dhe me ton sfidues, Ahmeti koalicionin Vlen e quajti shashat e Gazimistanit, duke thënë se nga humbës ata po përpiqen të dalin fitues. Sipas tij, fitoria e vërtet nuk matet me deklarata, por me besimin e qytetarëve. Aleanca Kombëtare në këto zgjedhje ka fituar 114.076 vota me gjithëset këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit Vlen ka fituar 91.849 me gjithëset këshilltar 122. Të nderuar, a është fitus 114.076 vota apo 91.849 vota? Kreu integristeve përsëri mbetet në qëndrimin e tij që kishte para zgjedhjeve lokale. Ai tha se vendi duhet të shkojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, që siç tha, nuk duhet të ketë vonesa. Njëri prej liderëve të Vlenit, Bilal Kasami, ka komentuar deklaratën e Ali Ahmetit se koalicioni i tij nuk i ka humbur zgjedhjet lokale. Kasami ka thënë se i vjen keq për Ahmetin, i cili nuk po mund ta pranojë humbjen. Shqyroni, politikat e përbaltjes dhe sharjes së oponentëve kanë treguar edhe në të kaluarën që nuk kanë dhënë rezultate. Më vjen keq për gjendjen shpirtërore të zotit Ahmeti. Unë nuk do t'jap prognoza sepse nuk jam mjek, si kanë dhënë disa të cilët sot janë krah zotit Ahmeti, por atë që mund ta shoh si qytetar i thjesht, pa dhënë prognoza profesionale, nuk më duk se është në gjendje të mirë. Unë uroj që të tërhiqet, të pushoj, të jap mundësi antarëve të partisë të cilët ndoshta kanë më shumë energji, më shumë vullnet që të vazhdojnë misionin politik. VMRO-DPMN edhe sot ka vazhduar të trumbetojë atë që ka quajtur fitore spektakolare në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale. Partia në pushtet thekson se kanë fituar në raport 10-1 ndaj LSDM-s, duke quajtur këtë zgjedhje të duhur nga qytetarët. Partia në pushtet VMRO-DPMN, e cila në zgjedhjet lokale të 19 tetorit fitoi më shumë vota, edhe sot ka publikuar analiza partijake për rezultatet nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale, duke i krahasuar me ato të kundërshtarit të saj politik, lidhjes së Socialdemokratët të Maqedonisë. Ata e kanë pasqyruar suksesin e zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar në vlerë përqindjeje dhe krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021, thonë se kanë rritje të numrit të votave për kryetar komunësh edhe këshilltar në komunë
komuna. Sipas VMRO të PMN-s, raporti mes tyre dhe LSDM-s pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale është 10-1, që sipas partisë tregon se qytetarët kanë bërë zgjidhjen e duhur. Zgjedhjet lokale ishin dëshmi se nëse punon ndershëm me transparencë dhe përkushtim, populli do ta vlerësojë dhe do të shpërblej për këtë. VMRO të PMN fitoi 550 këshilltar në përkomunat e shtetit dhe në qytetin e Shkupit, ndërsa LSDM fitoi rreth 230 këshilltar. VMRO të PMN fitoi 12.000 vota më shumë se në zgjedhjet e kaluara, ndërsa LSDM humbi 111.000 vota. VMRO të PMN fitoi 11 më shumë kryetar komunash në raundin e parë, ndërsa LSDM humbi 6. Sa i përket kandidatëve të tyre për kryetar komunash që do të garojnë në raundin e dytë më 2 nëntor, nga VMRO të PMN theksojnë se ata janë favoritë në të gjitha 26 komunat, ndërsa bëjnë thirrje qytetarëve që të dalin masovikisht për t'i votuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, VMRO të PMN dhe koalicioni kanë marrë 301.720 vota, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga LSDM ka marrë 120.758 vota. Krahasuar me 2 ciklet e mëparshme zgjedhore, VMRO të PMN të dielën ka marrë rreth 135.000 vota më pak se në zgjedhjet parlamentare të majit të vitit të kaluar, por rreth 10.000 vota më shumë se në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Ndërkohë, për LSDM-n, rezultati së dielës është më i dobët për rreth 30.000 vota krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar dhe rreth 110.000 vota më pak se në zgjedhjet e vitit 2021. Partitë politike në vend kanë vazhduar përplasjet rreth rezultateve të rrethit të parë zgjedhjeve lokale. LSDM-ja pretendon se partia në pushtet VMRO të PMN është e zhgënjur nga rezultatet, ndërsa thonë se mbeten partia më e fortë opozitare. VMRO të PMN nuk mund të pajtohet me faktin se LSDM mbetet partia më e fortë opozitare dhe se është në rrugë për të fituar më shumë komuna se VMRO të PMN në vitin 2017. Kështu kanë reaguar nga partia opozitare maqedonase LSDM. Sipas tyre, Miskovski është në shok nga rezultati zgjedhor, pavarësisht përpjekjeve të tij për ta mashtruar publikun me njoftime triumfaliste. Fakt është që ata humbën 140.000 vota. Fakt është që nëse nesër do të kishte zgjedhje parlamentare, do të fitonin 7 deputet më pak, dhe se dështuan të gjitha planet për pasokizimin e LSDM-s, për të cilin kishin punuar aq shumë. Prandaj, theksojnë nga LSDM, Miskovski dhe VMRO të PMN lëshojnë çdo ditë njoftime për të motivuar në mënyrë të rrejme votuesit e tyre, por realiteti sipas tyre është krejt ndryshe. Ata informojnë se partia e Filipçës vazhdon fushatën e saj në 17 komuna, ndaj i ftojnë qytetarët që të dalin masovikisht në votime dhe të mbështesin kandidatët e tyre. Ish drejtori i klinikës e neurologjisë për cilin kishte xhirime ku ai shihet duke përzierë lëndë narkotike, mund të marrë sërish licencën për mjek pasi këtë ja lejojnë dispozita ligjore. Për të marrë sërish licencën mjafton që ai t'i nënshtrohet disa procedurave. Sa përket sjelljes së tij etike, nga oda mjekëve thonë se është duke u zhvilluar një procedurë gjithë përfshirëse. Doktori Igor Kuzmanovski ish drejtori i klinikës së neurologjisë, i cili u shkarkua nga detyra pas shpërndarjes së një video të tij duke përzier një substancë narkotike. Do të marrë licencë pune nëse përfundon 3 muaj trajnim të specializuar në drejtimin e drejt për drejt të një mentori. Kështu kanë vendosur antarët e Komisionit për çështje etike dhe ligjore në odën e mjekëve. Njoftojnë nga oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pas përfundimit të trajnimit, mjeku do t'i nënshtrohet një provimi për një shqyrtim të detajuar të njohurive dhe aftësive profesionale. Duke marrë parasysh se ligji për kujdesin shëndetësor përcakton saktësisht kushtet për dhënien, vazhdimin dhe marrjen e licencave të punës dhe aktualisht nuk ka ndonjë vendim gjyqësor ose akt tjetër ligjor që do të kushtëzonte refuzimin e kërkesës për vazhdimin e licencës. Oda e mjekëve shfrytëzon mundësinë ligjore për të imponuar një mekanizëm të përforcuar kontrolli dhe edukimi. Ata thanë se paralelisht me këtë, është duke u zhvilluar edhe një procedurë gjithëpërfshirëse në lidhje me sjelljen e tij etike si mjek. Oda e mjekëve e dënoi publikisht sjelljen e mjekut, duke bërë të qartë se me sjelljen e tij ai shkel parimet etike dhe cënon integritetin dhe reputacionin e profesionit mjekësor.
Për të marrë një vendim përfundimtar, të qëndrueshëm dhe të drejtë, Ota pret raportet e komisioneve të formuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Klinika Universitare e Neurologjisë, të cilat duhet të japin një pamje më të gjerë të karakterit profesional dhe aftësisë profesionale të mjekut në tërësi. Ish drejtori i klinikës së neurologjisë Igor Kuzmanovski më 11 tetor u shkarkua nga detyra dhe në vend të tij u emërua doktor Jovan Bozhinovski. Ndërmarrja publike e higjiena komunale Shkup thot se gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar ka mbledhur dhe transportuar rreth 350 ton mbetje komunale nga disa bulevarde dhe rrugë qytetit si dhe nga komuna Aerodrom. Ndërmarrja njofton se ende nuk ka marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit për vendin ku hidhet mbetja që ata pretendojnë se mbledhin. Ata thonë se nuk është konstatuar asnjë aktivitet pastrimi nga ndërmarrjet komunale në të komunave të tjera të Shkupit. Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar Ndërmarrja publike e higjienës komunale Shkup zbatoi aktivitete për mbledhjen dhe transportimin e mbetjes komunale nga kontejnerët e vendosur në bulevardin Goce Delxhev deri në hotelin VIP, bulevardin Aradat Partizane, bulevardin Mitropolit Teodosi Gologanov, rrugët Dame Gruev dhe John Kennedy si dhe në disa lokacione në komunën Aerodrom të Shkupit. Në kuadër të aktiviteteve të djeshme u ngritën gjithsej 350 ton mbetje komunale, thuhet në njoftim. Pra siç po e shohim, gjendja me mbeturinat mbetet alarmante në qytetin e Shkupit, ndërkaq që epidemiologët kanë alarmuar se nëse gjendja pra me mbeturinat nuk stabilizohet, së shpejti qyteti rrezikohet nga epidemi të ndryshme dhe sëmundje të ndryshme infektuese. Sëmundjet infektive të zorrove, sëmundjet e transmetueshme nga insektet dhe sëmundjet e transmetueshme nga minjët, të cilët janë shumë të pranishëm në raste kur ka gjendje të tillë me mbeturinat. E rrezikojnë vendin nëse situata me mbeturinat e shumta vazhdon të mbizotrojë në kryeqytet. Kështu kanë bërë të ditur nga Instituti i Shëndetit Publik. Epidemiologu Dragan Koqinski shpalosi rekomandimet dhe masat e Institutit të Shëndetit Publik drejt qytetarëve dhe institucioneve me qëllim të mbrojtjes nga situata kaotike me mbeturinat. Ruani higjienën personale, përdorni doreza, maska, lani duart, përdorni dezinfektues duarsh pasi të hidhni mbeturinat. Hudhni mbeturinat në mënyrë të përgjeshme në kontenjer. Për zgjedhje, mbledhje dhe asgjësim kujdesshëm me mbeturinave, mbyllni kapakët e kontejnerëve kur hidhni mbeturinat, shmangni kontaktin fizik të pambrojtur me mbeturinat e kështu me radhë. Duke folur për institucionet, ai tha se duhet të bëhet largimi urgjent i mbeturinave në qytet, të cilat e rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Largim urgjent dhe menjëhershëm i mbeturinave të shpërndara në dhe jashtë kontejnerëve, me gjitha burimet teknike, njerëzore dhe financiare në dispozicion. Mobilizim urgjent për mbledhjen dhe largimin e grumbujve më të mëdhenj në zonat e populluara, me ekspozimin më të lartë përparësi spitalet, shtëpitë e pleqve, shkollat fillore dhe të mesme, parqet dhe këndet e lojrave. Shpërlarje, deratizim dhe dezinfektim urgjent dhe jashtëzakonshëm i vendeve me mbeturina të shpërndara dhe kontejnerëve. Nga Instituti i Shëndetit Publik theksuan se momentalisht gjendja me epidemit është stabile, por paralajmëruan se gjendja mund të përkeqësohet nëse situata vazhdon të jetë e tillë edhe më tej. Eurodeputati austriak Reinhold Lopatka, duke folur për Agjencinë Europiane të Lajmeve, është shprehur optimist rreth procesit eurointegrues të vendit tonë. Ai tha se sheh shanse të mira për Maqedoninë e Veriut. Megjithatë theksoi se procesi i antarësimit duhet të bazohet në merita dhe vendet duhet të kryejnë detyrat e shtëpisë. Është koha ta shfrytëzojmë shansin që ta zgjerojmë Bashkimin Evropian. Kështu shprehet eurodeputeti austriak Reinhold Lopatka, i cili thotë se është mirë ajo që po ndodh në malin e Zi dhe Shqipëri, por thekson se sheh shanse të mira edhe për Maqedoninë e Veriut. Siç thash, duhet të shohim përparim në malin e Zi dhe në Shqipëri, por shoh edhe shanse të mira për Maqedoninë e Veriut. Bosnia dhe Hercegovina po përballet me situatë shumë të vështirë, sidomos me Republikën Srpska. Serbia ka shumë probleme, por gjithashtu edhe në Kosovë po përballen me probleme. Prandaj, dialogu Beograd-Prishtinë nuk është më qendër të interesit ton, sepse në qendër tani janë problemet e të dyja shteteve.
Ajo shpreh se megjithatë procesi i antarësimit duhet të bazohet në merita. Siç thotë, nëse vendet nuk i kryejnë detyrat e shtëpisë, nuk mund të ju thonë mirë se vini. Politikanët e këtyre vendeve i porosit që të mos e lëshojnë këtë shans. Duhet i shohin shanset e këtij tregu të madh, duhet i shohin shanset për të rinjët, për shembull, se kanë shans që të punojnë këtu në institucionet evropiane. Shumë kroat, rumun, qytetar nga Bullgaria, madje edhe në kabinetin tim, janë nga këto vende dhe gjithashtu, nëse shihni pas ndërshekuj, ato janë pjesë e Evropës dhe duhet që t'i shfrytëzojnë shanset e tyre. Mendoj se kjo është një shans e madhe për të rinjt, politikanët nuk duhet ta lëshojnë këtë shans. Ai thekson se përfshirja e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE ka qenë gjithmonë në fokus të Unionit dhe veçanërisht të adeut të tij Austrisë. Vazhdojmë të me lajmet të ish komandanti suprem i NATO Wesley Clark është konfirmuar zyrtarisht si dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin që po zhvillohet ndaj ish krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në përputhje me urdhrin e panelit gjyqësor të datës 2 shtator 2025, mbrojtja e Hashim Thachit njofton se ka marrë autorizimin nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara për të përdorur deklaratën dhe dëshminë e dëshmitarit të saj përfundimtar, General Wesley Clark, thuhet në njoftim. Clark udhëhoqi ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999, e cila luajti rol vendimtar për lirinë e Kosovës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se rindërtimi i Gazës nuk do të jetë detyrë e lehtë, por shtoi se Ankaraja do ta ndërmarrë këtë hap së bashku me vendet e Gjirit. Duke folur me gazetarët gjatë fluturimit të tij të kthimit nga turneu në vendet e Gjirit persik, Erdogan tha se po zhvillohen bisedime mbi task forcën shumëpalëshe të Gazës, duke shprehur gatishmërinë e Turqisë për t'i ofruar Gazës gjithë mbështetjen e nevojshme. Ndaj Izraelit duhet të ushtrohet presion me sanksione dhe ndalesa armësh për të mbajtur premtimet e tij, tha presidenti turk. Liderët e Bashkimit Evropian ranë dakord të ndihmojnë në përmbushjen e nevojave financiare të Ukrainës për 2 vitet e ardhshme, por nuk miratuan shpërndarjen e 140 miliardë eurove të parave të gatshme ruse të ngrira për të ndihmuar në financimin e mbrojtjes së vendit. Vendimi për përdorimin e këtyre fondeve ruse u shtyp për në muajin dhjetor pas shqetësimeve që shprehu Belgjika. Ky veprim i diskutueshëm do të ishte një shtesë ndaj sanksioneve që bloku i ka vendosur Rusisë, të cilat synojnë të godasin të ardhurat e Kremlinit nga nafta. Ministrat evropian u takuan të njëjtën në Bruksel për të diskutuar mënyra se si miliarda euro nga fondet e ngrira ruse mund t'i vihen në dispozicion Ukrainës, si i ashtu quajturi kredit për reparacion. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.